Duhet falenderoj lëvizjen e Deçanit dhe atë për rikthim, sepse edhe ato kanë të mirët e tyre, të cilat do i përmendin këtë video. Patjetër që shtimi i agjendave anti-islame në trojë shqiptare është i rrezikshëm dhe i dëmshëm për paqen sociale, por me këtë punë merren institucionet përkatëse. Ndërsa në synin tim si shqiptar musliman, në afatgjat unë shoh 3 gjëra pozitive. E para shton unitetin e muslimanëve. Fatkeqësisht rrymat e ndryshme të botës islame her mas herët kanë kriju përçarje ndërmjet besimtarëve, duke harxhuar energji nga mbrana. Mendoj se duke ushtu propaganda kundër islamit, intelektualët dhe hoxhallarët do të unifikohen më tepër ndaj trysnisë së jashtme. Nëse prap nuk gëzojmë mend dhe vazhdojmë me debatet kota, atëherë e meritojmë që Allahu na sprovojë me dobësi dhe kjo është e mirë për dunjan dhe ahiretin tonë. E dyta, shpresoj që me këtë rast disa hoxhallar të papjekun të lanë marrinat dhe të dalin nga universi paralel në të cilin jetojnë dhe të merren me nevojat reale të shoqënisë shqiptare. E treta, mendoj se shtimi i propagandës kundër islamit është tregues se feja islame dhe praktikimi i saj ka marrë hovë të madh dhe i ka shqetësuar tepër disa qarqe të caktuara, të cilat janë hedhur në veprim. Mos mendoni se dirigjuesit e këtyre lëvizjeve janë këta që dalin nëpër ekrane, se këta s'din me fol. Në prapasken ka mendje të vjetra shekullore, ka histori dhe gjeopolitik. Po të mos ishte ringjall fuqishëm islami, nuk do e kishin marrë seriozisht. Intelektualët musliman dhe hoxhallarët nuk duhet të tremen nga rivaliteti dhe sfida intelektuale, sepse islami e ka forcën më të madhe argumentuese dhe unë mendoj se është i pamposhtur. Thjesht duhet kërkim, punë dhe sinqeritet.